kam qenë fëmijë me fat që kam pasur një bab si ai. Ajo që më shumë të e kujtoj babin kanë qenë pushimet që i kemi bërë në Ulqen atëherë bashkë. Duke ja përqafuar këmbët si e vogël, kam ecur mbi këmbët e tija pa lëviz këmbët e mia. Kështu ka qenë periudha e lumturisë me babin para luftës. Unë jam Shqipe Zogu, vajza e Bale Gjemal Zogut, i zhdukur në luftën e fundit në Kosovë me 29 maj 1999, i zhdukur në fshatin Komoran, komuna Glogocë. Tregona pak për babin. Kush ka qenë? Okej, babi ka qenë dhe mban statutin dëshmor i zhdukur i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ka qenë mjeshtër me profesion dhe ka qenë armëpunues dhe ka asistuar dhe ka mbështet gjithë makinerinë që ka pas në dispozicion në atë kohë ushtria çlirimtare e Kosovës, konkretisht shtabi i UÇK-s që ka qenë edhe në Llapushnik për të vazhduar pastaj shtabin e përgjithshëm të UÇK-s në malet e Berishës. Babi ka qenë pjesëtar i UÇK-s dhe sot gjejmë disa prej monumenteve që ai ka punu në atë kohë ose pajisjeve që ai ka punu në atë kohë, siç janë edhe topi i komandant Ymer Alushanit, që është punu nga ai dhe sot është si një monument që tregon edhe dëshmon për luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ka qenë pjesë e brigadës 121 Kumanova dhe prej datës 29 maj 1999 është i zhdukur i luftës së fundit. Ç'është kujtonte? Ç'është ka qenë? Ka njëherë tham kam qenë fëmijë me fat që kam pasur një bab si ai, sepse përveç faktit që kemi jetuar veç 8 vite bashk, unë kam arritur të memorizoj shumë kujtime me të. Fatmirësisht kemi qëndruar mirë ekonomikisht para luftës dhe ajo që më shumë të e kujtoj babin kanë qenë pushimet që i kemi bërë në Ulqen atëherë bashkë. Dhe me tregu vish një detaj, plazha e vogël e Ulqenit e ka një mur të betonit dhe kur kam shkuar si e rritur, e kam parë që ai mur nuk ka qenë aq i lartë sa ishte atëherë kur mbante babi të përdorë edhe shëtisja, murin dars që e ndan shëtitoren prej plazhit. Do me thënë, babi ka qenë i përkushtuar shumë për familjen, ka punuar shumë dhe kemi arritur të krijojmë disa momente të mira bashk. Mirë po gjithmonë ka qenë person që e ka dish lirinë dhe e ka penguar shumë fakti që Kosova ka qenë e pushtuar ose e okupuar nga ish shteti Jugosllav Serbia. Çka mon mend për çasaj kohë? Mbaj mend shumë gjëra. Për shembull, babi ka punu shumë edhe me punë të drurit, edhe artefakte të ndryshme. Ka arritur të punoj shqiponja të ndryshme dhe simbole të atëve dashurisë. Edhe mbaj mend që në përvjetoret e 28 nëntorit, gjyshja dhe antarët e tjerë të familjes i fshihnim ato sepse na kontrollonin gjithmonë forcat serbe. Do me thonë, ai në atë situatë tek ne e kanë mbjell dashurinë për atë dheun, me simbolikat e tij, me mënyrën e tij. Fatkeqësisht shumica jo po të gjitha janë djeg pikërisht në shtëpinë tonë që e kemi në Komoran dhe nuk kemi ndonjë kujtim të asaj kohe. Ka qenë shumë i dashur dhe ka qenë i përkushtuar për familjen, pavarësisht faktit që ka punu në një punë themi zyrtare ndoshta, ai ka punu edhe në punëtorinë e tij edhe mesin e gjithë këtij angazhimi ka gjetë kohë për mua dhe për anëtarët e tjerë të familjes. E kujtoj që gjithmonë e kam prit tek dera e shtëpisë kur ka pasur të vi ditën, edhe kam shkel me 2 këmbët e mia mbi këmbët e tij dhe ai ka ecur, ka lëviz duke më mbajtur mua sipër. Kjo ka qenë ajo një moment që aq shumë e kam dashur dhe
duke ja përqafuar këmbët si e vogël, kam ecur mbi këmbët e tija pa lëviz këmbët e mia. Kështu ka qenë periudha e lumturisë me babin para luftës. Çka kujton prej tinash? Kam qenë shumë e vogël, veç 8 vjet. E kujtoj, ka qenë pak i ashpër në kuptimin e asaj që ka desh të gjithë të jemi të sjellshëm. Nuk ka toleru nëse kemi pasur mos pajtimet mes fëmijëve, kemi qenë në bashkësi familjare dhe me axhin. Dhe është gëzuar shumë kur unë kam arritur sukseset në klasë të parë. E ka desht shumë që ne të shkollohemi të gjithë fëmijët. Mi ju tregu një detaj, gjatë luftës, unë kam fillu klasën e parë, 97-ën, shtator, 98-ën më veç kanë fillu lufta. Në fund të 97-ët veç janë pozicionu forcat serbe në Komoran. Edhe ndër shkollat e para që janë mbyll, ka qenë shkolla e Komoranit. Pikërisht për mos ma ndërprer procesin e mësimit, duke e ditë sa e rëndësishme është klasa e parë për një fëmijë, më ka qute dajt, veç mu, që unë më shku në shkollë. Edhe sot kam një fotografi të një pjesë të klasës së parë me një mësues tjetër. Pastaj kur është mbyll edhe shkolla tek dajt, kemi vazhdu tek një teze e nanës në Slatin. Ku ka pas një shkollë të hapur të ndonjë familjari, babi më ka qu mu në atë shkollë për mos me ngec mbrapa në proces të klasës së parë.